Në Gaza do të parashikohet ndërtimi 100.000 banesave, kështu ka deklaruar dhëndri Donald Trump, Jared Kushner. Ai ka shpalosur në forumin ekonomik botror në Davos detaje shtesë mbi planet e Bordit të Paqes për zhvillimin e ripit të Gazës, por pa përmendur një plan konkret drejt krijimit të një shteti palestinez. Kushner deklaroi se nisma synon të zbatojë parimet e tregut të lirë për të reduktuar varësinë e Gazës nga ndihmat e huaja dhe për të nxitur zhvillimin ekonomik përmes investimeve private. Sipas tij, siguria mbetet prioriteti kryesor i planit. Ai thotë se po punojmë ngushtë me Izraelin për të gjetur një mënyrë për deeskalim, po siguri nuk do të ketë as investime dhe as ndërtim. Investimet janë thelbësore për hapjen e vendeve të reja të punës, u shpreh Kushner. Gjatë fjalimit ai prezantoi edhe një hartë të Gazës të ndarë në zona banimi dhe zona për turizëm të përzier bregdetar, duke theksuar se plani është i vetëm dhe i pandryshueshëm. Na pyesin shpesh cili është plani B, por ne nuk kemi plan B. Ne kemi një plan dhe kemi nënshkruar një marrëveshje. Të gjithë jemi të përkushtuar që kjo marrëveshje të funksionojë, tha ai. Plani parashikon ndërtimin e rreth 100.000 njësive banimi në Rafah, si dhe zhvillimin e një zone të re urbane të quajtur Gaza e re me kulla të larta përgjatë Bregdetit, vizualizimet të cilave u prezantuan gjatë forumit. Kushner përsëriti gjithashtu qëndrimin e tij të mëparshëm se Gaza ka prona bregdetare shumë të vlefshme, duke shtuar se projekte të tilla janë të realizueshme brenda një kohe të shkurtër. Në lindjen e mesme ndërtohen qytete për 2 ose 3 milion banor brenda 3 vjetësh. Projekte të tilla janë të mundshme nëse ekziston vullneti për t'i realizuar